Do smundje vjen për shkak mos kujdesit to. Nëse agjeron, ti do t'jesh shumë i qetë. Hani, pini, mos e teproni. Mirë se erdhët në Ilir's Podcast. Sonte kemi musafir doktor Agron Regjepi, nutricist, i cili do të na spjegoj përsa afërmi këtë muajin e shajt të Ramazanit, agjerimet edhe të tjerat që do të diskutojmë bashkarisht me doktorin. Pra, keni vëmendjen, t'ju lutem, përcjelni me vëmendje, çdo send që ka e thojmë është e mirë për juve, po mikosisht edhe për mu, mas shumë ti. Doktor, mirë se erdhe në podcastin tim. Mirë se vëgjeta, faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit për kohën, e di që e koni ngarkum, e di që të kanë lodh, e di që të kom lodh edhe one, po faleminderit shumë, sinqerisht prej zemrës që gjete kohën një orë, bara mos e gjysore me qenë me neve këtu musafir, me të vërtet na e përmbush emisionin. Shumë faleminderit që gjete kohën. Ashtu është kënaqësia ime. Faleminderit Doki. Doki, ç'është buni është tregon kështu? Me agjerim? Fenomenal. Është muaj Ramazanit. Fenomenal. Është muaj i mëshirës, kush e shfrytëzon mushet plot energji. E vërtet. Shpirti relaksohet, vjen një ekuilibrim mes komponentës shpirtërore dhe trupore. Është muaj i gjitha të mirave, nëse i shfrytëzoj. E vërtet. Edhe me ushqim të qëllum, jo me tepruar. Këtu do është me dalë të ushqimi si nutricist që jeni doktor, çka na sugjeroni për shembull mu si Ilir? Unë ti e din kom qenë diku një 119 kg i kom pas, i kom jek disa për shkak të smundjes të diabetit tipi 2, që jam diagnostifiku, edhe tash kom fillu me ecë, kom fillu më marrë me ushtrime, kom fillu me kontrollu ushqimin, edhe në një farë mënyrë e kom nivelizu. Unë kanë thonë që kjo është smundje e pashërushme, po si do që tjetë e kontrollushme. Me na gju trupin. Në kohën e agjerimit, edhe një lloj diabeti edhe një lloj agjerimi e ka për mrena me sa idijune, me ushqim të kontrolluar, këto mos me tepru, gjithçka e tepërt është e tepërt, ç'është e dim. Edhe pare me pas shumë zbon. Apo na tregon pak se kanë qef me siguri edhe musafir tonë me ditë një mendim t'ju doktor, dhe që ke qenë plot emisione, na ke spjegu gjithandej që është mu kujdes, mu rujt për ushqim, po kemi qef me ditë për juve, doktor. Mirë, si fillim, unë jam i bindur që nuk ka smundje që se ka shërimin e vetë. Veç duhet të hulumtu gjetë mënyrën se si ta kurojmë atë problem shëndetësor. Çdo smundje vjen për shkak mos kujdesit ton. Nëse dëshirojmë të jemi të shëndetshëm, do të jemi të shëndetshëm. Pa e dëshirë, nuk shka veç po du valla me kanë i shëndetshëm, po një pak hizmetin që ti jesh i shëndetshëm. Për ndryshe, ky muaj Ramazanit është një kohë ideale me fillu me trajtimin e problemeve të cilat na u kanë akumulu me mujt tanë, edhe me vitet tana. Një diabet, qoftë tip 1 apo tip 2, nuk të vje prej mësyshit i lirë. Po të vjem se ka pas diçka që e ka parapri me ardhit e ajo. Tash rasti e jytë ke pas 119 kg. Mirë është, mbi pesh. Shumë e vërtet. Kjo ndoshta dhe ka parapri ati problemi, abuzimi me ushqime, jeta fizikisht jo aktive, gjitha këto, faktori genetik të i dikun që besa, gjitha këto mujnë me ndiku me u lajmëru një problem shëndetësor, qoftë e diabeti. Pa ka trajtim, po mërë ka trajtim si jo. Kujtes në ushqim, sa të janë disa qeliza, janë disa ishujt Langerhansit pankreas që prodhojnë insulin. Ato lodhën nëse i së të ngarkon me ushqime të pa kontrollume, me jetë fizikisht jo aktive, pa agjerime, ato lodhën të prodhu non-stop. Edhe lajmërohet smundja. Tash pse përmenda agjerimin? Për shkak se agjerimi ndikon në rritjen e ndjeshmërisë së organizmit ndaj insulinës, ndaj ndikimit të insulinës. Ndërkaq nëse marrëm ushqime të kontrollume, të shmangëm ato që janë të bardha, milli i bardh, sheqeri i bardh, to janë të dëmshme. Të mirëmi pak me ushqime sa ma natyrale, edhe të bëjmë aktivitetin fizik, se aktiviteti fizik i përditshëm ka me rritë ndjeshmërinë e muskujve ndaj insulinës. Insulina është kur qelësi mbrave që e qelë derën. Ajo e qelë derën e muskujve për me shfrytëzu glukozën. Fatkeqësisht personat me diabet, se tash pe trajtojmë pak që po, fatkeqësisht personat me diabet ata vujnë nga sheqeri.
Në realitet kanë sheqer tepër në gjak, po muskujt e tyre organizmi mund se s'mund të shfrytëzojë oksigjenin e sheqerin. Për këtë arsye duhet të marr ngadalë. Bëne aktivitetin fizik si duhet, ushqeu si duhet, hidratohu si duhet, gjithçka do të kontrollohet. Mos lejo humbjen e peshës me ta bë vetëm e merr një metformin apo merr një antidiabetik, cili edhe më shfrytëzu efekti ansor i saj. Sa ato në përgjithësi metformini do pson pak muskulaturën, humb peshën, së bashku me ndikimin e të diabetit. Mirë po, është mirë që në humbje të peshës me ndiku, me zvoglu, me prishat raportin e deri tanishëm mes masës dhjamore dhe masës muskulare. Zvoglo masën dhjamore, shkrije, Ramazani është rast ideal. Me shkri, edhe forcohë masën muskulare, mos ushtria ma gjërushme, ta zhveq do të me pushu. Jo me që kry pun tua, bëne aktivitetin fizik, se aty kemi marrë të mirat shëndetësore nga agjërimi. Njerëz kanë agjëru, prej se ekziston njerëzimi ka praktiku në lloj të formës të ndryshme të agjërimit. Thjesht agjërimi nga aspekti mjekësor është një lloj diete, një abstenim nga disa apo të gjitha llojet e ushqimit për një periudhë kohore të caktuar. Tash nëse këtë e zbatojmë si duhet, ne do të kemi përfitime. Në kohën e muajit të shajtë të Ramazanit, nëse agjërojmë, ne agjërojmë çdo kush që hyn në agjërim, hyn për me plotësu obligimin që Zoti ka bërë. Domethënë ai në radhë të parë ka me fitu kënaqësinë e krijuesit të tij. Mirë po këtu gjithsesi kjo do të shoqërohet edhe me efektin shëndetësor, me të mirat shëndetësore. Zoti se do të thonë se ma ngan agjërimi jon. Ai s'ka nevojë për agjërimin ton. Na kemi nevojë. Pse kemi rastin e mirë kur do të bëjmë një ekuilibrim mes komponentës shpirtërore dhe trupore që kemi, e nëse këto janë të ekuilibrume si duhet, na e dim që kjo është një muaj i mëshirës, ku kemi solidarizim shumë më të madh se sa hera tjera, e këtu tash do të vijnë shpreh edhe faktori social. Edhe do të jetë një tërësi, një mirëqenie plot e qenies njeri, nëse bëjmë si duhet. Po nëse ti ke hyrë në agjërim, edhe vjen iftari, han sa 2-3 veta tjerë. Abuzon. Po, abuzon me ushqime, non stop han me ushqime hiperkalorike, vjen syfyri deri syfyri ti e vazhdon me hangër, çka ke bati, ke kryer një obligim. Po të mira shëndetësore s'ke përfitu. Atë mira shëndetësore janë të shumta. Njerëz kanë bajnë dhe vazhdojnë të bajnë ulëmtime shëndetësore rreth ndikimit të agjërimit në shëndetin e njeriut. Shumë prej tyre kanë fituar çmime Nobel pse kanë shpjeguar ndonjë mekanizëm të ndikimit të agjërimit në shëndetin e njeriut, se këtë mekanizmat e hande s'mujnë mu zbulu, se mënyrat shumë llojta agjërimi ndikon shëndetin e njeriut. Prandaj mirë është që ti kushtojmë rëndësi në radhë të parë të hidratohemi si duhet. Pa një hidratim si duhet, kur që asë keme mujtë me pa. Mbi 50, 55, 60% trupit është ujë, varësisht nga mosha, varësisht nga kompozicioni trupit, varësisht nga gjinia. Prandaj nëse nuk e bëjmë hidratimin si duhet, mos prit që do të kemë përfitimet. Po jo, se në procesi detoksifikimit, atëherë do t'i bjen vetëm mëlqis. Në realitet, ai bëhet përmes disa rrugëve, ndjersitja, urinimi, jashtëqitja dhe mëlqia. Nëse nuk e ki ujin e mjaftueshëm, këto 3 rrugët e para bin prej funksionit edhe aktivizohet vetëm mëlqia. Çdo mbi pesh shkon me dhjamosit mëlqisë. Ndërkaq mëlqia e dim se i kryen mbi 500 funksione. Prandaj duhet me rujt, se dëgjoj, trupin e ki amanet prej krijuesit tënd. Ruje, ushqeu për nevojat e trupit, jo për nevojat e synit, se syni s'ngopet kurrë. Sa ka nevojë trupi. Mjekësia thot sa të ma ngrusht të ushqim një racion të ushqimit. Po për këtë preferohet disa racione mbrëna ditës. Me këtë mënyrë na do të arrijmë efektin termik të ushqimit, i cili është dikon 10% energjisë dalëse që shpenzojmë mbrëna ditës. Doktor, je kam tut, doktor. Jo, kjo ajo që tuta. Pasha zotin se di. Ta tregoj një historie, kur isha në Londër, punisha për ambasadën e Emirateve. Edhe i kum pas disa familje të Abu Dhabit, familjes mbretërore të sheikit Valid atje, ka qenë motra e mbretit Saudi Arabis, mbretit Abdullah. Edhe unë kum punu shofer për ambasade këtu. Edhe pikrisht zdi në vitin 2001-2002 më duket ka qenë kohë e Ramazanit. Edhe ata gjerojshin. Edhe unë i thëm sheikës,
asoj Sheika Fakhra, thash edhe unë thash jom musliman, kështu, thash dhe nani nojmë, megjithëse pak na kundërshtoj pse ju të barë duni me qenë musliman, po si do që tjetë, ja spjegova si procedur, që dhe na jena musliman, edhe okej, si përfundim, një 2-3 herë kom qenë në drekat e ta, që po thu me ushqim, jo me abuzu, doktor, po me stër abuzu, me gjithë shka, yndyra të këto, fatkeqësisht. Edhe ma dha një ujë. Tha, Ajler, tha, a peshe që të ujën e marrëshin në këto metodat e fshatnave, pa recept. Edhe, po ma bojnë, tha, dush me pi, tha, e merë një mango, për herë parë me di që është mango si frut, edhe, tha, e pin atë ujin, natën, e merë atë mango në hanë, bjen me flajt. Ajo, po të shtikan me dal jashtë, si me thonë çdo 2-3 minuta, për bu pastru, pe që atyve yndyrave, ushqimit të tepër që hajshin, e kishin një lloj besdytnie. Edhe unë doktor, që s'ka lidhe me nutricion, me stikë. Po s'ka lidhe, po ma mërmendje. Mujna ta është me spjegu me trajtu këtë problem. Pikrisht. Edhe po ta tregoj si histori që ndodhi. Edhe doktor, unë ta natës balja në frigorifer. U që isha në mëngjes me shku në punë, a edhe rapine ato, ufa, thesha sorry Sheika Fakhra. Tomorrow, nesër. Okej, wallah, ato, u kry. Nesër me tu, ne prap. Shkova në punë, harrova me pi, dok. 58 Sheika, tha, e ke pi? Thash, ku, sorry Sheika, thash, tomorrow, wallah, thash, wallah. Edhe apet harrova. Shona në mëngjes me marrë, diçka koresho atë ujin, që ma bunin në atë farë shishën. Ku, thash, hajtë ma thash se pe pinë mëngjes, thash, se s'ka lidhje, e pina në mëngjes. Shkova në hotel, Hilton, punoj shumë, ata banishin në hotel aty. Si në porosita një kafe, alo, pa e pi mirë, e ku një dridhje të bakit. Ati thash val, WC, disabled toilets, aty kishe me tusha me këto të invalidve. Ti, doktor, u shlirova. Po im. Tha më butu me pi apet, kërët, të ditën e lumen, WC. Zuti ti që më kanë qitë. Po më thishë, ikja ku je, thash që ku je, thash që në të një bubrekin, thash shumë ka shku. Si nutricist jeni, dok, a i sugjeroni këto? Jo, e në di që asnjë mënyrë. Nëse përdor laksativ, çfarë do forme qofshin, ti kemi kriju një bashkëmëri prej tyre. Mandej nëse shkon me arshqitje të shumt, të shpesht, ti kemi prish, kemi çrregullu florën normale të zorëve, që mandej ajo manifestohet me problemet të lloj-llojshme. Prandaj duhet të ruajt mekanizmi i arshqitjes. A është një proces që nëse e ruan, do t'jetë si duhet, 1, 2, 3 herë në ditje, po edhe në 2 ditë me shku, nuk është ndonjë problem. Po nëse nuk e frenon, atëherë do të kish problem sa i dembelavet. Po nëse përdor laksativ, do të bash i mbarur prej tyre. Kështu që mirë është në kohë të caktuar, në kohë të njëjtë, 20-30 minutë pas ushqimit, me provu jashtëqitjen, që me bë një riedukim të këtij procesi. Për ndryshe, po duhet të humb pesh, edhe po të përdorin metodat çorodituna, atë jep mundjerësit, disa sauna, disa problemet ndryshme. Atë jep me pas jashtëqitje të plot, mirë, pastron zort, po jo e shpersa është e dëmshme. Ndërkaq nëse me sauna e bën ti po u plangje, ti s'po të pësor, se ti si desh për asaj kemi marrë langjet mi këthy prap. Ishtë pja po vetët shefën, po hypën në peshore, ku kësha hup do kilogram, po këthejem prap. Që të i ku pasë nuk zesh ato. Po këthejem prap. E tash të humbja peshët, se besojt nëse s'kem një tep caktume. Jo, më muhabet po bëjmë doki. Po dimi të lirë, pe kemi podcast, qka të dush, bëjmë muhabet, qka të do në lo, qka është mirë ti doki. Me rasi që të kom këtu, edhe me rasi publika me të po. Të humbja peshës, ka dieta ekstreme, që mund është me unë 20 kg për një muj. Po hullumtimet kanë tregu që mbi 87% rasteve, mrena vitit, jo që e kthejnë peshën ku kanë, që po shtojnë peshë. Pse është një përgjigje normale e organizmit. Nëse tenton prej kësaj pozite, me shmon këtë pozit, ti nëse ke 103-40 kg, s'po thom 119, po 103-40, momentalisht organizmi ka një lloj adaptimi, jo të shëndetshëm, po është një lloj adaptimi këtë peshë. Tash nëse tenton për një herë mu kthy në 90 kg,
atëherë është një stres për organizmin. Mekanizmat kanë me tentu prapo këty ku kanë qenë. Po këtu e me rëndësi të zbaton këshillat nutritive, cilat duhet me zgjatë 6 deri në 9 muaj. Kjo është një kohë e nevojshme më bë riedukimi i organizmit. Humbja e peshës nuk preferohet bëhet më shumë se 1 deri 5 kg në muaj, nëse dëshiron të shëndetshme peshët, po gjithmonë duke tentuar me bën një riedukim të organizmit që mos u kthy në atë gjendje që ke qenë, me urrejt. Çdo mbi peshë është bombe kur disë në trupin tënd. Herë do kur daje ka me bat vetën. Po mirë është me largu, dal nga dal, mu kthy në gjendje normale. Ti kur thash parzit, mund bën dieta me humbë 20 kg. Ti ki me humbë peshë, po dinamikën jetës nuk kemi dhënë. Ka metoda ndryshme kirurgjikale, ka medikamente ndryshme që përdorin. I hjekat pesh, ki mu dukt, pak sa ma mirë, sa ma herët, po mrena shpirti të dy që se ka dinamikën që do të me pas. Si kthehet kjo? Nëse me ushqyeshmëri të shëndetshme ndikojmë në humbjen e peshës, po kësaj bashkangjitet aktiviteti rregullt fizik, ne edhe do të humbim peshë, edhe do të jemi shumë më dinamik, shumë më të disponuar. Shpesh thoj, nuk kom pa hala plak të trosh e çnush. Është si thënie. Jo. Që është e vërtet. Është e vërtet. Shumë e vërtet. Është një hulumtim tjetër Harvard, është në Harvard, janë marrën fëmijët për shembull 3-14 vjeçar, 3, edhe me mbi peshë që kanë përcjell për 50-55 vite. Shumë është gjetë një korelacion i lartë mes peshës në fëmijëri që kanë vazhduar me majt peshën, edhe kur ka dalë në një moshë 5-60 vite, me smundjet kardiovaskulare. Mbi pesha nuk është e mirë. Nuk është e mirë. Shoqërohet me lloj-lloj problemesh. Ndërkaq agjërimi nëse zbatohet, përmendëm me orët tona, do të përfitojnë. Po ndëgju tash edhe ky agjerimi i ri që i thojnë një herë në ditë me hongër 24 orë ose me shty 72 orë. Që tash tregoj, dëgjoj 72 orë, më duket është pak më ekstrem. Agjerimet që bën është një këshill e nutricistëve që të agjërohet, të praktikohet agjerimi 2 herë në javë. Pse në këtë formë do të mbajmë gjatë gjithë vitit apo doktor? Gjatë të jetës. Ato jetës. Pse do të mbajsh gjithmonë aktiv procesin e autofagisë. Procesin e autofagisë për herë të parë e ka shpjeguar në mënyrë shkencore biokimisti japonez Ohsumi, që në 2016 fiton çmimin Nobel. Kjo është vetë pastrimi i organizmit. Kur gjatë tërë jetës streset, virus, baktere, problemet ndryshme bëjnë që të dëmtohet sipërfaqja e qelizës apo e organeve, tash këto pjesë të dëmtuara në mungesë të ushqimit, qeliza i shfrytëzon, i fagociton, i gëlltit, edhe i shfrytëzon në organelet e veta, i shfrytëzon për prodhimin e energjisë, me vetë funksionu, me jetu vetë. Kjo është ajo mënyra që bëhet i vetë pastrimi i organizmit. Pikërisht për shkak të këtij procesi, shumë mjek e preferojnë dhe si metodë kuruese edhe tek smundjet malinje. Po du të pasur kujdes jo te mëlçia, po disa, po edhe nëse hyn këtë proces, gjithmonë në mbikëqyrjen e mjekut do të bëjë jo kryen vete. Nëse agjeron 10 orë, ti veç kemi aktivizuar procesin e glukoneogenezës, ku glukoza sheqerin atë ruhën, se sheqeri është ushqimi vetëm i trurit. Ndërkaq do të aktivizohen yndyrën atë proceset metabolike, ku do të fitohet energjia për zhvillimin e jetës. Qëllimi jonë është me zbërthy yndyrnat, por kjo është në 10 orë. Nëse agjeron 12-24 orë, e ke aktivizuar procesin e autofagisë. Nëse ke agjeru 17 orë, ti veç i ke aktivizu qelizat burimore, stem cells në organizëm, për cilave çdo indi mundet mu zhvillu. Do me thënë, këto janë edhe elementi hulumtimit sot në shkencën moderne, pse përmes këtyre qelizave po mundohet me shëru smundjet që kena menduar që janë të pashërueshme. Smundje degenerative tjera, për atë unë mendoj që nuk ka smundje që nuk e ka ilaçin e vet, që si ka atë shërimin, mirë po do të me lypën. Tash çfarë forme e gjen është tjetër. Edhe nëse ke agjeru mbi 20 orë, atëherë ke vjen shprehje zbërthimi i pllakëzave amiloide. Pllakëzat amiloide janë depozitime jo normale të proteinave që ndodhin në tru, në sistemin nervor ndodhin, po mund ndodhin në zemër dhe në mëlçi. Këto janë shkaktare me u lajmëru Alzheimeri, demenca, problemet ndryshme degenerative. Agjerimi po ndikon në zvogëlimin e tyre.
Agjerimi po të ndikon edhe në relaksimin e endëve të gjakut. Pse frenon pak sa simpatikusin, pjesë e sistemit nervor vegetativ, edhe relakson endë të gjakut, shtypja e gjakut ka një ullje të lehtë. E zbërthen kolesterolin e keq të njoftun popull, apo lipoproteinat me densitet të ullt, që janë përgjegjëse për formimin e aterosklerozës. Bën një ekonomizim të punës së organeve, punojnë për disa orë ma pak, mëlqia punon për 5-6 orë ma pak. Sistemi organeve tretëse punon, është në një lloj pushimi, po punon 11 muaj, të hynë një pushim. Edhe kjo është ai pushimi që ndodhet te organizmi i njerëzit. Mirë është se unë në një emision e përmenda, ke 11 muaj punë, 1 muaj pushim, mu relaksu me pushu. Po nuk të mjafton gjatë të vitit vetëm ky muaj pushim. Her pas here dina me shfrytzu një vikend aty këto, me kthjell pak organizmin. Çfarë është? Unë mendoj që këto vikendet e kthjelljes të organizmit mund të shkojnë me atë propozimin agjëro një herë brenda vitit, mos e le veç një vetëm Ramazan. Një muaj, vetëm një Ramazan. E kam një obligim po agjëroj. Agjëro, edhe hera tjera si do të kesh shëndet. Është thënie e profetit të Zotit që thotë në agjërim ka shëndet. S'po thot agjëro se ti do të kesh përfitime të Zotit e krijuesit, po përfitimet kryesore ki të vetja jote se shëndetin do të rregullojsh. Qashtu. Te na do ka njerë ky sistemi nervor që po e shpjegoni gjatë agjerimit, që tek njerëzit pushon, sistemohet në mënyrë të ndryshme, te na po është e kundërta me sa peshone e shon në komunikacion, e shon jo gjysore para se më ardh koha e iftarit. Është një farë ngojnë ato, hypin nervoz me kjerre, me cigarja, pikrisht nuk pe kuptojnë, po mduket që se kupton as një do, jam ka qenë 150 kg, mi thanë një noj me zi e bindën. Edhe dikur, mira, ju që hajke iftar gjysore para se mu bo iftari, flajke deri në syfyr, hajke në syfyr mirë, jo më falë, reke deri në syfyr, hajke në syfyr mirë, flajke deri në iftar. Edhe tha mirë te koka. Mas një 3-4 dite i ra me dal me punu. Kur e gjetën i kishë ra të fekt pa hongër, tha së bëj me Jo, është aspekti psiqik. Sa e përgadit vetën. Mandej në islam agjeron jo vetëm goja, agjeron në syri, agjeron në vesh, agjeron në dorë. Ti do t'je shumë i qetë. Jo, para iftarit mos paprish një qefit se jo ma gjerush. Ja, diçka po të mungan aty. Si thënie kanë krejt kështu? Po, jo, nuk duhet të jetë ajo, Ilir, se ti nëse agjeron, ti do t'je shumë i qetë. Dhe nëse ki provokime, sprovat të ndryshme, ti do t'mi përballu ma mirë se herat e kalume. Si ti agjerush, ti je një nivel tjetër prej atina që ke qenë para agjerimit. Kështu që këtu nëse do me bat ekuilibrin komponentës shpirtërore trupore, do të bëjsh pakës sabër, do të pakës me dha vetës një relax, edhe me pasën kujdes, mos mi ngacmo as njerëz tjerë, me qenë në një person që jep shembull të një qetësie shpirtërore. E nëse këto arrihen, sigurisht se përfitimet do të jenë shumë të mira, si nga aspekti shpirtëror, ashtu nga aspekti trupor, po edhe nga aspekti që pe kry një obligim. Ai doja jo që ka nejta natën qut, e ta ditën ka flet, s'është i vetëm, se ki shumë që e bajnë ashtu, që nuk është në rregull. Se tash ky muj është muj sakrifica, Zoti sakrifiku pak edhe gjumin. Pak qashtë. Po, kështu që flaj pak ma pak, përfito pak ma shumë, ose ndaje gjumin pjesë që me dhon kohë edhe punëve tjera. Nuk do të që unë po agjeroj, tash do të shtrit, këqër filma, flaj të ditën. Jo, unë për vete nuk kam ndikim. Unë e kam fitnesin, e kam numrin e hapave që do të bëj, që do t'ja dikun mbi 10.000 afër 20.000 ditje. Po, këta e kam legje. Ditore? Po, ditore. 20.000 dikun i bjen një 2-13 kilometra. Po, mos ma shumë. Po, ama si të është mbi 10.000, jam i knaqën, po ja afrohet shpesh të 20. Po, që po shite dhe lukun e kido. Mirë po, edhe kur t'jen iftari, unë kur nuk ha disa të ngopën, unë nuk e di çka është me hangër, disa të fitojsh ndjenjen e të ngopurit, kur ti është në tryez. Është gabim të bëjmë atë punë. Pse? Është një vonesë e komunikimit mes luktit të qendrës për ngopje për 20 minuta. Kështu që qo pak i unë, se kur s'ta ndalon ma vod me hangër prapë. Po qo pak i unë se mas 20 minuta kime kuptua ke hangër mjaftueshëm ajo.
Nëse s'ke hangër ti prapë mundesh me marr, po nëse ke shti tepër ato s'mundesh me nxjerr. Ajo veç është rritje e energjisë hyrëse, kalori tepër ta ke marr, cilat do e mos nëse nuk i shpenzon me energji ndalse, kanë mund të deponuan ato masat diamore. Si magazin. Sigurisht po. E aty tash që përmendë magazin apo depo, aty deponohen toksinat. Të transportimit të yndyrë të ushqimeve, helme toksinat aty deponohen. Edhe non-stop je i ngacmuar prej tyne. Për këtë arsye, ditë e para të agjërimit, ata që s'kan filluar më herët me përgatit organizmin, kanë me pas pak kokëdhimbje, pak molisje, pak dhimbje të nyjeve të trupit, pse toksinat mujnë me ngacmu. E sidomos të duan gjithë. Ata edhe maraklit e kafës. Po. E dok që thonë, kur je, a vlen kjo, kur je mas qefti të hungër, nale, së është mirë. Në popull thuhet kur je mas qeshmi nale. A, po qështë a është e vërtet kjo? Po qështë jo. Po unë e kum provu. Po të që po thu, vash. E kum provu në vetën tam. 20 minutin. Ka shumë shishë. Po. Hajtë të vazhdoj pak. Besoj që më ka hupa e shije. Kështu që mirë, tash nuk e bëj, po ato e kom bërë si një lloj eksperimenti, se tashmë nuk e bëj. E ndali, ende pa e kuptu që ju ngop mjaftueshëm. Pse kush s'ma ndal djalë mas një ore nëse jam ju të hap prap diçka, po. Mirë po, është shumë e rëndësishme që ushqimi tek persona që s'mujnë me përballu të ushqyrit të rrallë, të mirët në shujta të ndame. Sasi të vogël, njështë që të arrijet efekti termik i ushqimit, e që kjo është tu hangër ki mu dopsu. E unë e kom një të keqe, doktor, unë e tu hangër unë tona. Pasha zonë. Maraklijëm edhe e kum pas një fazë, një periudhë, se tash ma jëm okej, e kum pas një periudhë kur e shisha që po përfundon ushqimi, e kum kap ke një lloj stresi, një farë nervose, që pungina, s'ka ushqim, qka ka me bo? Në fakt isha i stëngopën, jo i ngopën, i stëngopën pe ushqimit. Ma shumë problem psikologjik, me siguri. Ma shumë problem psikologjik, se unë shpesh herë kur më di uri, po e kam qëllimin çka po du, nuk du me dalë në mbi pesh, bile kam ndërmend mi humbë një 2-3 kg, ndoshta, po kur të vjen ajo e unë, unë e pi ndonjë çaj, ki qajat lajlaj, me rrit metabolizmin, me pasru organizmin, me bërë detoksifikim, edhe shuhet. Mandej, bën e aktivitet fizik, e hup ndjenin e uris, po mos bir viktim, valla po ndi pakunte, po sill naty rreth frigoriferit, rreth ku janë ushqimet, aja faktori psikologjia veç ka me ndiku mu rrit hala ma shumë e ndjet. Që që mirë është me kushtu rëndësi mos me ra në ndikimin e epshit të ngranu. Sa është i rrezikshëm. Do të me pas karakter të fort, monal, do të me pas kërgjani Po thu duhet. Qërë më mendoj, ma shumë duhet na që jemi të tillë, ma shumë duhet me pas fjalë, trajnime të tilla që qysh mu shkot pe qasaj, qysh me ik prej qasaj. Ilir, duhet me urrejt në pipeshën. Duhet me urrejt, duhet me bind që unë kur të më vinë klientat e mi, unë ndërpyetjet e para është, a e urrejnë këtë gjendje që nuk është shëndet veç s'kam dhimbje. Shëndet është aspekti estetik. Mandej shëndet është kur jenë gjendje me krye aktivitete ditore pa problem. Jo 2-3 shkalla, po mu shtafrym, po eci pak, po mu shtafrym, po lodhas, po moj. Jo, diçka është që po të pengon mi kry që ato aktivitete. Prandaj, është shumë e rëndësishme me mbjellat ndjenin e urrejtjes. E urrej, unë tregoj për vetën time. Do shta dikon 8 vite më herët. E pa ishte që pullat e këmishës e qillon më që nuk ka pra, po se isha mja pranë vetës. Edhe po hypim përshore 96 kg. Thash kur ma njetë. Edhe atë vikend pa ta shfrytzu, pa ta shku në Vlorë, për 3 ditë 80 kilometra komec. Edhe prej atë heshit kur ma njetë atë peshë nuk e la. Po kisha probleme dhe kur etë shadjarë. E vërtet. Mandej, kur veshet diçka, dashke pak në pa aspekti estetik, të ishe pak barku në rada, të më të ke frima, ku me qu të në atë bark. Po, edhe, më falë. Edhe ajo ka qenë që ma vetën nuk e lejojnë atë gjendje me artë. Jo, se urrej atë gjendje. Këtë nëse urrej çdo kushi, e nuk bjen viktim e ati epshit të ngranit, cili është, edhe ajo është smundje. Atë do të kemi sukses në trajtimin e problemit. Nëse nuk e urren mbi peshën, po si do e rren barkun, kjo është kapital, i thonë. Po, atë ti kimi rrit atë kapital, po ajo ka me tu hakmar.
Herdo E nuk kur. është ajo zgjidhje, po shkoj tash po ti më shoj gjysmën, 70% pe hek lukti. Pe e luktin. S'ki organ që të ka tepër që të ka falë Zoti, që të ka kriju Zoti. Se cili e ka të vetën, ti e ke hekat pjesë luktit, po mas mundesh me këthy kur. Edhe mas mundesh me qenë, si që ke qenë më herët kur. Kime qenë i varur për shumë suplemente, pa mande je i rrezikun për ndonjë perforimi apo pëlcitje, se muri i luktit është pak sa më i holl. Te çdo mbi pesh rritet lukti. Tash impulset për ngopje shkojnë edhe prej murit luktit. Tash për betardhen edhe prej përtypjes, sa po e përtyp ushqimin. Jo 2-3 herë me përbi. Unë as 2 kanë njerë, veç po çata, me teprohet. Po duhet me shku 32-35 herë. Po, numri përtypjeve shkon edhe jep sinjalin qendër për ngopje. Po ashtu fryrja e luktit jep sinjalin qendër për ngopje. Persona që kanë bipesh e kanë luktin më të zgjenuar. Tash ai dojë mas 2 ushqim më tepër me fitun ndjenjën e ngopjes. Për me shku atë qendër. Ndërkaq personat me 9 pesh e kanë luktin e të kurrën. Te këta duhet me tentu dal nga dal me rrit luktin me prun në pozitë normale. Nëse fryet lukti gjatë marrjes së ushqimit, këtu do të përdor mënyra të ndryshme me mashtru luktin. Atëherë çon që impulsin qendër për ngopje që botse do me pëlcit. Mos ta më shumë se ta me çky lukti, po. Për këtë prapë kemi një porosi profetike. Para më ta 15 shekuj më herët. Thot për një racion të ushqimit 2-3 kafshat ushqim të mjaftojnë. Po ha pak ma shpesh, kjo nuk kuptohet. Ndërkaq, nëse do me tepru, hasa e mbush 1/3 e luktit ushqim. Lukti normal ka këtë formë. 1/3 është sa thot sot mjekësia nutricionistika sa të më ngrushti. Ngrushti sa të më. Aty përputhet. Po për syni së gopit. E pse syni vedok? Po që ka thonë ajme edhe 2 që bo pa rasti. Dok, kom digju që ka edhe 9 pesh. Po qysh, jo. Në kom pas raste me 26.5 kg. 33 vjeçare. 33 vjeçare. 15 vjet pa cikël menstrual, po edhe kështu në bisedë jo fort kthjellët. Ma vodhë që ka kujtuar vizite parë, hiç e ka bate unë, edhe ka dash Zoti për disa muaj është kthjellë, tash është 60 kg. Apo një rast tjetër, për krash e kanë pru 18 vjeçare, 28 kg. 28 kg. Ashtë ilkur, s'ke mujt as matit e trupit me pas si duhet. Po 5-6 muaj a e ka në pesh ideale, i ku më tha ma këtu skip, u ngra e jetës. Duhet mu trajtu edhe ajo një lloj diete e shnosh. Po si jo, me të vërtet janë momentet të randa, e të vështira, kur e shef prindin të qajt për fëmijën e ti, edhe kur e shem edhe të ba mira, ata lot gëzimit të i dalën. Paf. Disa vjeshe që po mbushet, po këthillet organizmin, shëndetit. Ato janë, po, ka gjithë fare. Po, a bajmë gabimin në ushqim, po sa dush. Edhe sportistat. Edhe sportistat. Hiç nuk di. Sa dashtan edhe me të pyet për sportistat, mënyrën a ushqen mirë, a kanë procedura që është duhet. Një ushqyeshmëri e mirë e rrit forcën eksplozive për 20-25%. Ndërka qëndrueshmërinë, aftësitë kondicionale rrit deri në 40%. Ushqimi i mirë. Po edhe anasjelltas, keq ushqyeshmëria i zvogëlon këto aftësi. Kum pas rast një futbollist i Ferizajt ka qenë. Po vjen po thotë doktor ta në gjysmën e pjesës të parë këputën kamët. Hajë dita që ka po e pyta, thash, qka hanë para se me hynë lojë? Tash ai për mu ba ma i fort, tha i hanja 2 çokolada, e pi një Coca-Cola, edhe mu mush me hy. Ai për një moment për fillim i japin pak forcë. Po aty çka ndodh? Lirot insulina shpërndan sheqerin për një herë, shkakton një gjendje të hipoglykemisë. Plus aktiviteti fizik e rrit këtë gjendje, edhe këputën dy kant. Edhe mandej ai ka te kalu këtë problem. Po kur jemi te hidratimi sportistëve, shumë do të mi kushtu rëndësi. Nëse është interesant këtu si kushtojnë asi apo stërvit 1 orë, a 1 orë e gjys. Njëjtë e ka hidratimin me ujë. Jo që aty ujë pi. Deri në 60 minuta mjafton ujë. Mbi 60 minuta ujë është i pamjaftueshëm për hidratim. Kështu që këtu do të me bëhet do investime për nëse dëshirojmë që të kemi një gjenerat të kultivojmë, se këta çka janë, po kultivohen për se 5 vjet, 10 vjet po shkojnë shpejt. Shumë shpejt, po fluturojnë. fluturojnë. Një gjenerat fort që e kin kontroll, si duhet me pas kontroll, nëse apo testet në vazhdimsi.
jepi ushqyeshmëri të mirë, eduko që do të më ushqy, jo me pleskavica, jo me fast food, jo me pijet gazume, jo me pije energjike. Dhe djetë si bat hidratimi, sa kur do të me ushqy, çka do të me marrë, me pa mikronutrientët si ka vitamina minerale, i mungon diçka jepi, edhe bënja testet morfofunksionale. Matit e trupit, këqyr qëfar raporti ka masa dhjamore me masën muskulare, mos tjetë masa dhjamore në përqindjet madhe, se nuk mundet me tregu performancë të mirë. Edhe pesha ideale. Unë kom pas lexuar një pudim shkencor të ish Jugosllavisë. Atër ka pas një reprezentacion ko gjatë mirë futbol Jugoslavia. Asnjë prej tyne s'kanë qenë mbi peshën ideale. Krejt në peshë. Aty te pesha ideale kanë qenë. Me hy me ba një matje, ko gjatë problemi kemi gjithë 10 vetë që janë peshë ideale. Pse? Nuk i kushtojnë rëndësi. Mandej, testimet, do të pa testimet e funksionale, me sa është VO2 maksimumi, marrja maksimale e oksigjenit, vlera absolute dhe relative. Sa kilogram metër në sekundë ka forcën eksplozive. Nëse ban këto teste, ti kime ditën si fëmi, a ka pri, se të ne s'kena dhe që mundësi me ba biopsin me amar, me pa a ka fije muskulare të bardha, të kuqe ma shumë. Po edhe në bazë këtyre teste, bujna me ditë se a ka prirje për eksplozivitet, apo për qëndrueshmëri. Mos ma bën sulmus një person i cili është me ta majt vijen, është në qëndrueshmëri ma i prirë. Mandej, nëse e ke llogarit VO2 maksimumi për cile, se kjo është një tregues shumë i mirë përgatitjes kondicionale. Përgatitja kondicionale, aftësitë aerobe janë fundamenti, themelet për me ndërtu një ndërtesë të madhe. Mandej, s'di a kanë klubet shënime, majnë shënime, për se cilin lojtar me ditë sa e ka VO2 maksimum. Në është ditar i jetës ti, me pas si po lëviz që e VO2 maksimum. Mandej, nivel të klubit, sa është VO2 maksimumi, sa është forca eksplozive, që kur të marrësh lojtarin e ri, nëse nuk është që ta përmison me satarin e këtyre vlerave, mos u ka me marë. S'ti s'ki ka me marë me stërvitat lojtar. Po ai nuk është serios nëse s'ka ardhi stërvitun. Edhe kështu përmisot kvaliteti i klubit e i sportistit e gjithë. A ka një standard klubet tona, doktor, për të tillë? Nuk di, nuk e besoj. Doping ka përdorin nga një. Kom digju. Fatkeqësisht nuk di sa ka kontroll në drejtim. Po kur nuk ka kontroll, mund të bin pre matrapazve. Se unë shoh edhe steroidet përdorin. Kum pas një rast, ishte një 14 vjeçar, edhe kishte mas një kohë marrë pjesë një kampionat për bodybuilding. Edhe po mi bjen do steroide, thash nuk ban me përdor. Jo, më do të me përdor, tash unë e prekim pikat të ndihshme, thash nuk ban se të shkaktoj sterilitet, s'mund të shpepas fëmijë. Dhe jo, ta i kom 3-4, ta s'pe kom gajle për More të shkakton impotencë, probleme tjera. Sa to? Unë e kom tha këtë termin, këtë kampionat, qka do qoftë ku bi përdor. Thash, pse ke ardhë, unë e graj përdori, po qka dush, po. E tash, mirë është vetëdijson, mos merë kush qka t'jep, se nuk fryet trupi në mënyrë artificiale. Ato përdorin do suplemente, ko gjatë dyshimta, se vetëm proteidi e ushqen muskulin aq sa ka nevojë. Një sportist ka nevojë 0,8 1 gram për kilogram pesh trupit. Sportista shkojnë diku 1,3, 1,4, 1,5, varësisht prej sportit edhe 1,6. Buildingu edhe fëmijët mund të shkojnë edhe 1,8, 2,2 gram për kilogram pesh trupit. Po nëse merë preparatet ndryshme që të frynë për me njerë si balan, dje që në momentin kur i ndërprejnë ti ki mu që fry prap, ki me ardhen si ke qenë. Ata njëtën s'mundesh me vazhdu se mundet me të dështu veshkët, mundet me të dhja mos mëlqia, e mos përmendim dhe probleme tjera hela ma të rësikshme. Doktor, kur jemi tek sportistat, në muajin e Ramazanit, janë agjëru shumë, ka ndodhë plot në përfusha luin, a preferohet kjo? Ilir, më duket Federata e Spanjës, e kam pasën, kur është baj iftari, e kanë ndërpre, edhe kanë prishën, 5 minuta, një hurme, uj. Kanë vazhdu. Kanë vazhdu. Tash, jo ata që janë për krahas të islamit,
Jo që mbash qaq që i përkrajt ato drejtat e njeriut e po dune këta po du këta si ti je sportist që për ta vlen 10 milion euro, ndoshta 100 milion, po ka pas ankesa, FIFA ka ba një hulumtim shkencor dhe kanë vërtetu që agjerimi nuk ndikon në mënyrë signifikante në uljen e aftësive të sportistit. Kur ka qenë Olimpiada në Londër, një maratonist i Kenis po duke qenë agjerueshëm ka thyer rekordin. Do të thonë, është ajo në çka thash, kur të vijë te ekuilibri mes komponentës shpirtërore, trupore, je ushqy si duhet, je hidratu si duhet, ti veç kime eksplodu më shumë, se ki një forcë shtytse që të çan hala më shumë. Mandej, e tërë energjia akumulohet për me realizu atë qëllimin tënd, po. E jo me shku në zbërthimin e ushqimeve. Na ka ndodhur gjithve, kur je smut, diçka nuk të hahet, nuk të pijet. Ajo është një abstenim normal, një reagim normal i organizmit ndaj ushqimit. Një protest. Po, jo pse është reagim normal, pse ty organizmi do me rujt energjinë për rikuperim, për shërim, për vetë shërim. E jo me hargju energjinë për marrjen e ushqimit, zbërthimin, tretjen, absorbimin, shpërndarjen e saj, aty hargjon energji. Diku 20-25% e gjakut shkon zor me bash ato procese. Për këtë arsye rezerva kemi të mjaftueshme, edhe organizmi merret mos me hup energji në ushqim, në zbërthimin e tretjen e marrjen e saj, po me zbërthy mrena materiet ushqyese që janë, edhe mi shfrytzu për vetë shërim. Pra po e ritheksoj, nuk ka smundje që s'ka ilaçin e vet. A ishte Covidi. Nuk gjetën një ilaç, merret që të ilaç një javë ditë ushnoshe. Jo, po shkuan me vaksinë, me reaktivizu ushtarët që ki mrena në organizmin tënë për me të mbrojt prej atij problemi. Edhe në disa media tjera e kom përmend. Allahu e ka kriju njeriu në mënyrë perfekte. Këtë ushtarët e mund shumë i kënë trup. Veç dije që du të mi majtë. Ngjajsh me një shtet, Ilir. Nëse ke ushtrinë e zhvillume, ke policin, ke organizime si duhet, ti kime funksionu perfekt, s'ki më tut averiu a juga që ka po po, edhe nuk funksionon nëse është me 50 milion, po është 1 miliard, është ma shumë e për pare. Po, njëjtë është, po nëse këto të qalojnë, vallaj edhe ma i ligu ka me të sulmu. Edhe këtu në organizm, nëse se ke mirë mbajt organizmin, ke shku ke marrë ushqime për plot përbërës kancerogen, sidomos fërgesat, që në disa vende se ndrojnë një javë ma shumë vajin fare, që aty vazhdojnë bajnë fërgesa, a vaj si ty mos të veç formon substanca kancerogene. Apo nuk e ban aktivitetin fizik si duhet, ke marrë ushqime jo të shëndetshme, vallaj veç e ke qelë derën e probleme, veç prit kush po t'vjen, kush po t'jej pare, për ndryshe dëse investon në kalan tanë të trupin tanë, kime e s'para, s'kime pas të lash. Doktor, që shpjegohet kjo i kum pa disa emisione, këta sidomos ta hiker që shkojnë hiking, edhe gjatë procesit të ecjes në për këto vendet malore, shkëmbimore, që shmi qujt, kanë pas jënë rëdzu edhe kanë met mes shkambive, do me thonë organizmi ka nejt me javë të lëndum. 2 muaj gjys, një rast e di. Në një shpel është në nguju, 2 muaj gjys. Pa hungër, pa pi, i lëndum. Jo, ka pi. Ka pi e ato ujrat për gurvet që kanë rjell. Që është të dishka? Që ato e kanë majtë, kur e kanë gjetë mas 2 muaj gjysve, kanë ba analizat e examinimet mjekësore, kur farë problemi, s'ka pasë. Po, që shpjegohet kjo shkencare? Shpjegohet që ta shtregoj. Se një person, kjo është për një person 70 kg, 75-6 kg më duket ka pasë ai person. Që thojnë fitën proper, kejtë. Po, ai ka rezerva. Po merë një person 190 kg. Me pas me të lishë harru, s'kishe pas shansë me orë në mision. Jo me që i me dhëndën, jo 2 muaj gjysë, po edhe 5 muaj kështë jetu. Se rezerva ka të shumëta. Aty ka rezerva. Se organizmi, kur të fillon mu shpenzu nivelli glukozës, organizmi e frenon atë. Edhe fut në procesi glukoneogenese, se fut bën zbërthimin e yndyrnave dhe i fut në procese metabolike me ndanë energji. Edhe tash kjo është ajo që zbërthehet masat jamore. Kemë energji shumë. 1 gram yndyrë të jep 9 kilokalori. Tash një person që ka për shumë 20-30 kg, 20-30 kg masë jamore në trup, llogaritë sa kilokalori të jep. A njeriu për një ditë mund të shpenzu 2-3.000 kilokalori. Varësisht për aktivitetit, për kompozicionit trupit. Kështu që ai veç llogaritë, nëse ka
20 kg. 2000 gram pipjen. Shumëzohet me 9. Sa mija kalori. Tash pjestoqe ato, nëse veç jetu najt në një vend, s'po shpenzon, nuk shpenzon aktivitet fizik, ti mbi 1000 kilokalori, 1200 si shpenzon me metabolizëm bazale këto. Atë ki për me jetu sa dush, nëse bën hidratimin si duhet. A i ka po hidratimin? Hidratimin ka marrë prej gurve të shkëmbive, fati ti. Po, breze. Kom pa plot, duke çudi, ka njerë thisha, qësh është e mundën, pas pari ndrimi kohës. Jo, po që tash... Pi temperaturave. Po tash është një farë temperature që të është nuk ka pas fort mundësit ndryshimet. Tash edhe prej kësaj mundet me qenë edhe prejardhja edhe këtyne dietave të ndryshme, me ujë, me këto. Ka dieta, për shumë të kësmundjet malinje, kancerogjene. Një rast e di që ka majtën 42 ditë, vetëm e lang prej karotës, prej kivit, prej mollës gjelbërt, prej repës, vetëm ata e ka pi. Ajo është dobësuar, është e lëkur, po kancer mas ka pas. Pse qelizat malinje janë shumë të ndihshme, se qelizat e shëndetshme në mungesë të ushqimit. Ato dojnë me pas rahati, me pas ushqim të mjaftueshëm, po të ballakshëm për me jetu. Në mungesën e tyne, ato shkatrohen. Para se me veti. Po, para se mu shkatru qelizat e shëndetshme, se këto kanë aftësi që ndushmëri më të madhe. Doktor, pasha zotin, po më tut pak. Se ku cila pjesë. Po qito, qysh mi janis dietës. A i preferon dietat përgjithsi kështu se njerëzit shpesh po thojnë nuk janë të mira, po kanë efekte anësore. Jo, ndëgjë, ata është varet cila dietë. Me dietë në kuptojnë një mënyrë caktuar të marrjes së ushqimit, efektet e së cilës janë caktuar me hulumtime ndryshme shkencore. Jo dietë për menç. Interneti është oqean informatash. Aty shumica informatave nuk kanë rëndësi, janë që veç për një klikim kanë qitë njerëz. Lloj budallakina shmundesh me gjet. Çore pa i thon grusta më shumë tranoj. Veshin çore, lexo çka ka bu. Kujdes se ta përcjell emisionin. Kujdes. Peter je ke fjalë. Po, e tash dietat, nëse shkojmë dietat shëndetshme, pra është një mënyrë e caktuar me marrës ushqimit. Më e mira është pra po ne lidhim me fe. Po edhe duhet. Kemi ajet kuranor. Hani, pini, mos e teproni. I lirë, mos te pron libër shkruhet me këta jetë. Libër shkruhet. Nëse zbatojmë këto, kur problem s'kemi në pas. Mos u shqe për nevojat e synit, po për nevojat e trunit. Mundo me marë, nëse në një racion të ushqimit, mundo me qenë ushqime sa ma të larmishme, edhe mos shkon një ushqim të njëjtë gjithmonë, hidratoh si duhet, aktiviteti fizik tjetë pjesë e përditshmërisë tane, pjesë e jetës tane, nuk do të kesh të lashe. Po jo me fast fooda, jo me pije të gazume, pije energjike. Pet po bim fjalë, doktor, kur po thojnë sanet e mira, gjithçka të ndalume. Po s'do të thotë që gjithçka është e mira po mirë. Mirë është me pas kujdes. Ndëgjë, njeriu e ka kriju Zoti tjetë edhe mish ngrënës, edhe bim ngrënës. Nutricistët preferoj 2 ditë në javë, mos me hangër mish. Unë preferoj 2 ditë në javë me hangër mish. E ditë tjera më mundu me ikë mishët, mikështë me qenën, pse është pak toksik, a është i domosdoshëm, është i domosdoshëm, jo, tash po dalë vegetarian, jo. Zoti nuk ka kriju që ti jesh vegetarian, ti ndalojsh veten ushqimet të shëndetshme, mirë po mos me tepru. Nasqa. Me kom një doj vegan, na tranoj. Jo. Na tranoj, kurse arë po dali. Po. Ata e kanë baje vështirë. Shumë vështirë. Shkojnë një qantë me supplemente. Shumë vështirë. Dhe kur po shkojmë dikun me najti, ka 60 nuk 60 është fitën me pa, shkon në për Kilimanjaro, në për këto malet e hiking, kas shkon? E që ka me trashat, Pikrisht, kur po shkoj me najt, kete, I'm vegan, bol më tharë se na tranove, vegan, unë e mytë në ato ongër, s'po muj, alo me kuptu si koncept. Jo, nuk, mirë, tash ato janë filozofit të ndryshme. Tash në lindje, ata besojnë në reinkarnacion. Ta shumë prej tyne janë ashtë strikt sa që vdojnë mask, se mos rastësisht po më vjen në i miskoje, po më qëllon i kusheria, një dikush në anë për përbi. Peho rastësisht, mirë është me pas kujdes. Unë e prapë po e rritheksoj. Nëse tjertë e preferojnë
2 ditë në javë abstenim nga ushqimet që përmbajnë mish, unë preferoj 2 ditë në javë ha ushqimet që përmbajnë mish, tjera ditë mund do me I largu. Pse kime marë sasinë e nevojshme, edhe për vitamina, edhe për minerale, edhe proteinat e nevojshme kemi marë, se proteinat gjenë në forma tjera. Kia në vezë, kia në qumsh, kia në produkte tjera. Mirë po, s'do të që po ha mish, unë tash jam I fort, po ma në mirë, ku mba 104-50 kila, jo 190, edhe tash jam burri fort, unë ku mba një barë, ku mba një pesh. Një kapital, doktor? Një kapital, po. Aty veç... është investim? Po, veç të ditë se është rrit atë bombën e mbrendshme, e cila ka me dhanë të lash. Në edhe këtë s'kam qare pa ritheksu edhe këto si në emisione tjera. Është një një antropolog amerikan, ka batje dikun vitin 1928-27 në populatër shqiptare në veri. Edhe I përshkruar shqiptarët, mashkujt shqiptar, janë thotë me trup të gjatë, thatanik, me muskulatur të zhvillume, jo si bilderat. Kur thotë thatanik, do më tha muskulatur e të gjatur, e forcume. E në atë kohë ushqim kryesor kanë pas drithrat. Një pule kanë hangër 10-15 antarë të familjes, dhe ata për nej bajram, nej fes, po jo që të ditë. Sot jemi dëshmitar që kur ma shumë s'ka pas, mirë po edhe kur ma pak s'ka pas. Nga aspekti cilësor. Nga aspekti sasior, gjithmonë kur ma shumë s'ka pas. Nga aspekti cilësor, kur ma pak s'ka pas. Se kur gjatë cilësis të duhur nuk e. As ujnë që e pivë, së është e cilësis të orë. As ajrin që e barë, së është e cilësis të orë. Për ajrin pedime, lexum në kohën e fundit tash, prej veneve më të ndotëna në botë. Po, është, me të vërtet, është për çdo kritik, ki një tokë dikun edhe se punon. Për çdo kritik. Është paktën e din që ka po mbjell, edhe din që ka po hanë. Ato që I blem, nuk e dim kur, që shi kanë kultivu. Plot hormone, plot antibiotik. Mirë po, edhe vetëm fajtor. Mund kujtohet për para, prej veternikut, Dejn Ferizaj ka qenë luledielli. Luledielli ke pas misër, ke pasën të mbjellur. Edhe në fushë Kosovë. Çdo cep ka qenë I mbjellur. Tash kete kemi betonu. Hala ende kemi tokë, sa dush kemi tokë në Kosovë. Zdojnë me punu. Po, zdojnë me punu, se po dojmë në sheha. Doktor, ishte knasi shumë, falinderit që gjete kohë dhe njerë po du... Kaloj! S'po du me të maltretu ma shumë, e di që edhe je me punë stër ngarkume, po falinderit shumë që mas pari gjete kohë me qenë me neve në emision. Me të vërtet ishte kënaqësi. Shumë falinderit. Emisione këto me humore që je për çdo lavdat. Faleminderit doktor. Gjithë kemi për çdo. Faleminderit. Ishte kënaqësi të jemi mysafiri juaj, po shpresoj që kemi arritë japim informatin. Gjithsesi nuk do të diskutojmë kjo punë, shumë faleminderit. Pra me neve ishte doktori, kështu që sa më shumë subscribe ju lutem I thoni të gjithëve. Subscribe, like. Faleminderit, natën e mirë.